Ndahet nga jeta kameramani i Radio Televizionit Shqiptar Ervin Hoti, pas një sëmundje të rëndë të shpejt në orët e parë të mëngjesit të sotëm, pushoi së rahuri zemra njërit prej kameramanëve më të mirë të Radio Televizionit Shqiptar. Ervin Hoti prej 22 vitesh kontribuoi në realizimin e qindra programeve televizive, duke nisur nga programet e thjeshta deri tek spektaklet. Ai është një nga sytë më cilësor, me anë të së cilit publiku ka parë dhe shijuar prodhimet e Radio Televizionit Shqiptar për më shumë se 2 dekada. Ervini karakterizohej nga korrektësia dhe intuita krijuese në çdo aspekt të punës. Ai do t'i mungojë jo vetëm familjes, por edhe Radio Televizionit Shqiptar, institucionit ku punoi me aq përkushtim dhe profesionalizëm. Radio Televizioni Shqiptar i shpreh ngushëllimet familjarëve dhe të afërmëve të tij.